Serbia e Kosova vijojnë përplasjet në distancë, por edhe në çdo forum ndërkombëtar ku ato marrin pjesë, qoftë në nivel krerësh shtetesh, qoftë dikasterësh. Por teksa Aleksandar Vučić është shprehur I prerë se vendi I tij nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës, aktet shtetërore duket se tregojnë të kundërtën. Dhe gjithçka mbetet në kuadër të propagandës nacionaliste për të manipuluar zgjedhësit e tij, ku pjesa dërmuese janë nacionalist ekstrem, sidomos në rastin e Kosovës. Edhe pse qëndrimet e tij janë kundër Prishtinës zyrtare në mënyrë të drejtë për drejtë, së fundmi me kryeministrin Albin Kurti, pasi ky I fundit zhbëri instancat apo zyrat paralele serbe në Kosovë, largoi postat serbe, monedhën dhe shtriu zbatimin e ligjit dhe kushtetutës së Kosovës në të gjithë territorin, vendimet, marrëveshjet dhe nënshkrimet e Aleksandar Vučić tregojnë të kundërtën. Një rast I tillë është konstatuar edhe nga aktivistja e mirënjohur serbe, Nataša Kandić. Kjo e fundit, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, shkruan se Serbia ka pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Sipas Kandić, me pranimin e marrëveshjes gjermano-franceze, marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit, Serbia ka pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Realiteti I Kosovës së pavarur, sipas Nataša Kandić, ka ardhur si pasojë e krimeve të luftës së kryera nga regjimi I Slobodan Miloševićit. Po, duke nënshkruar marrëveshjen e Brukselit, marrëveshjen e Ohrit dhe dokumentin gjermano-francez, Aleksandar Vučić ka pranuar realitetin se Kosova është një shtet I pavarur. Do të shtoja se ky realitet është pasojë e krimeve të luftës, shkruan ajo në rrjetet sociale. Po ashtu, vlen të theksohet se antarësimi I Kosovës në organizata ndërkombëtare, që kërkonin edhe miratimin nga Serbia, janë një tjetër provë se Beogradi vijon të jetë peng I propagandës, por që faktikisht e ka njohur Kosovën.